urgjenca keni Westi. Patjetër se ty duket zjarri fantashkencë, ndërkohë që digjet atje Delvina dhe s'kan marrë përgjigje sot. Po normale më zotëri, normale. Edhe thot ai, thot zoti ministër atje thot, patjetër se që amenatoj parlamenti thot, se qa jemi ne? Ne këta bëjnë qa themi ne. Po normale më se kështu jemi. Po zoti Balaj, për procedurë 2 minuta, pastaj ka zoti ministër. E para unë nuk flas më shumë se 2 minuta, s'ke nevojë të më vësh më laku në fyt se gjithmonë jam në zbatim të rregullores. E mora këtë ndërhyrje procedurale, e kërkova për një arsye të vetme. Sepse po e shoh që e para po trajtohet si një mbledhje që ju e keni kërkuar me ministrin. Ju nuk jeni pronari komisionit zënë Zhuba. Jemi të gjithë ne antarë të këtij kryetare dhe ne jemi antarë. Kështu që do duhet ta gëzoni, unë jam zëvendës kryetar dhe antar i këtij komisioni. Nuk e harroj, por ç'është më e rëndësishmja, unë e di se çfarë jam dhe duhet që të zbatojmë rregulloren. Tani, duke qenë se ju doni ta trajtoni si një komision hetimor dhe personalisht doni të bëni diskutime dhe muhabet me ministrin, unë do t'ju lutesh, po e ktheni në muhabet. Nëse keni pyetje teknike, nëse keni po patjetër pyetje teknike, sepse nëse pastaj vazhdoni me populizëm, ju lutem, me populizma, nëse vazhdojmë, këto 4 milion ti kishe hedhur këtu, ti kishe hedhur aty, këto janë populizma. Ti ke ardhur këtu bashkë me ne për të diskutuar për këtë projektak dhe për të kërkuar llogari sipas rregullores dhe kushtetutës ministrit. Por të lutem mos e trajto si komision personal, ke këtu të gjithë antarët, jo patjetër faleminderit, ke këtu të gjithë antarët e tjerë që do donin të kishin kohën dhe nuk mund ta merrni vetëm ju. Prandaj edhe pyetjet dhe përgjigjet mendoj që duhet të jenë në kuadër të kësaj çështje për cilën e kemi thrit ministrin. Jo të bëjmë bëni hipoteza, po sikur të kishte. Nuk mund ta ndërtojmë në këtë formë.